Teo. Atje Montoya. Ja çfarë pasimi është kë? Luciano Messi! Po normalisht. Kë nuk ta fal takikin. O shikoni të nërruar shikuas, se dhe shfar mënyra shumon, se si e gëllet topin me shfar ndjenje, sa pak, posht, thjesht. Ta mund të apaj vetëm kë. Një. Portieri në topane, në këtë qaste tragjike për të minuta 90. 3-0, kjo është goli I cili e dërgon definitivisht Barcelona në çerek finale, ase Getafe të realizoj 4 gola e Barcelona, asnjë në ndeshjen e kthimit pas javë. Nuk është me vërtet e pamundur. 3-0, Leo Messi realizon në rikthimin e tij pas 2 muajsh. Minuta shtes. Messi në mes të traletarëve. Rëndërire Palior. Do të përsëritet kjo goditje e lirë. A do të provoj nga kjo distancë Messi. Ashfar fati keqë nuk pam një gol spektakolar nga një pozitë shumë e vështirë. Shikoni nuk është lidh nga kjo pozitë, të afrohet kaq afër golit. Se cili që plason goditjen. A do nga se këtë do tjetë rezultati përfundimtar I ndeshjes. Të ndërruar shikues. 3-0 për Barcelonën. Apo do tjetë mundësia java për rastin e fundit. Messi! I kanë shpit të ndërruar shikues! I kanë shpit se ky nuk është normal! Ky lojtar nuk është normal! Ja. Ky ka huq totalisht! Ky poti top tortas! Poti top tort! Ky është lojtari më I mirë në planet! Po, edhe topi altë kur të she, po ikën nga Messi, sepse atë shumë e ka, sa shëtjerët, edhe po të lindin 5 herë nuk do të azojnë këtë njeri. Shojmë, magjin, në rikëthim nuk është lehtë, në rikëthim të realizosh 2 gola dhe atë brenda gjysmore. A kjo e ka në Messi. E unë ka në shtëpi. Ju falenderoj për momentjen, sepse këtu ndeshja mori fund. Barcelona shënon fitore të thellë 4-0 fitore e cila e siguron plasmadin e çerek finale. Ju lë në pamje të këtij
jashtë toksori, natën e mirë.